Unë jam për krahë e çdo njeriu, s'ka lidhje as grua as burr. Në disa raste mund me qenë, disa raste nuk mund me qenë. Nuk mund me qenë, se vetë natyrë nuk e ka kriju si gruën si burrin me qenë barabartë. Çka drejta? Drejtat i merr vetë. Drejtat e gruas çikës e jep nana baba, familja e jep. Po, që kemi me shku me shërbit e burja, a je normal me dhe ti, me që e me shërbyja, jo me që kemi me burin e vetë, i bojnë punë bashkë, bashkë i bojnë. S'ka mo për si për pare që kanë kaluar të kona, Hajtë përna vjen? Prishtinë. Prishtinë. Sa për krahë një grua sot? Unë jam për krahë e çdo njeriu, s'ka lidhje as grua as burr. Jam për drejtat e barabarta të dy gjinive. Barabarta. Apo dhe këmë qenë barabartë me burrin? Pa në disa raste mund me qenë, disa raste nuk mund me qenë. Nuk mund me qenë, se vetë natyrë nuk e ka kriju si gruën si burrin me qenë barabartë. Po me dojnë në punë, fizike, nuk e të barabartë. Por, qka i mungon gruës e plotëson burri, qka i mungon burrit e plotëson gruja. Ku ka një marrëveshje, ashtu shto. Mi po unë jam për të dy gjinit, jo vetëm për gra, që të du me cekë. Nuk jam vetëm për se janë tranu krejt, drejtat e grave, e qka është drejtat e grave, e drejtat e burrave ku? Qa është? Jo, po qështu është. Unë jam për drejtat, shumë e sinqerë, për drejtat e njeriut, për mu nuk ka me rëndësi a burr, a është gru. Për mu as pak nuk ka rëndësi. Shumica e grave kërkojnë, me mira intervista që kam bërë, kërkojnë drejta. Qka drejta? Drejtat i merr vetë. Drejtat e gruas çikës e jep nana baba, familja e jep. Po, unë një vajzë kam. Po unë i ka drejtat shumë drejta ka. Do shta unë pas edhe një djalë njëtje kisha po. Pas njëtje kisha da njëjtë, të dyve njëjtë. Ama nuk është e thanë pse e gru tash, po lypë në drejtat e grave. Qka me po gruja tash? Se po lypë në drejtat e grave. Drejtat e njeri, mas pari njeri me qenë, mas ande grua burë që ka farë zotë i je. Më pëlqej që ta unë drejtat vajzës e ku më thonë. Po shumica e familjarëve në më thonë, nuk është që e japin qëto drejtat. Po mira. Varet kush, ja po më shef mua, unë nëse jep drejtat çikës teme, për çish se jep drejtat çikës teme, si drejtat të çikës teme, kom maj që qështu ndorë. Qështu, tash po themi, unë kur kam qenë vajzë, unë i kom fitu drejtat vetë. A i fitu vetë? Vetë. Unë e vetë i kom fitu. Gëzu këto drejta më tani? Nëse, po me ndoj, që shkollën e mesme, se kom qenë shtënë se shkëllqyshme. Kom pas lazën, për para tradita ka qenë motra, me hekuroz lazit. Unë i kom pas 14, vlau 17. Ta hekuroz me një këmish të qysh, unë ma e vogër se di me të hekuroz këmishëra, ja, hekuroz vetë këmishër. Mi po, mu mi ka dhënë këto drejta prindërit, sepse unë kom qenë shumë shembullore. E përse edhe kom mujtë, do shta edhe kom lexu edhe kom pa që duhet me qenë drejtat e barabarta, nuk e di qka, veç që unë shumë herët i kom fitu vetë drejtat. Në shumicën e familjare, duhet me shërby një femër ose një grua. Pa tjetër, nëse nuk shërben dhe më thënë, ajo dhe më thënë, del në pozitë shumë të keqe. Pse vetëm një femër ose një grua të shërbej? Para musafirëve? Jo, me qëfar. Mos respekt? Jo, me ka ndru konat, jo me qëfar. Që kemi me shku me shërbit e burja, a je normal me dhe ti, me që e me shërbyja, jo me që kemi me burin e vetë, i bojnë punë bashkë. Bashkë i bojnë. S'ka mo për si për pare që kanë kaluar të kona. Do shta ka diku, unë nuk e di, po unë jetoj në Prishtinë, nuk di. Do shta ka diku. Rurale, ka hala? Valla nuk e di. Po më janë keq, po kur njësë e shku, në që të në Prishtina nësë kam shku përveç që tu ku jetoj. Si frekventoj shumë. Apo, falë, thërë se këtë. Po du si grua shumë e zonja, shumë e fort, një mesazh për gjithë gratë, për gjithë femrat, sidomos atyre që i duan për jetë. Qka për femrat? Femrat, gratë, nanat, në t'je japin drejtat vajzave, shpisa janë vajza, atyre t'je japin drejtat. Jo aty mi konsideru jo të barabart me djalin, e kur shkon të burri, me thotë burrin i t'je jap drejtat. Ja, ti jep drejtat. Kur mësohet me drejtat e babat e nana, qashtu ja vazhdon edhe te burri. Përkatësie. Këto rrimat mirat. Faleminderit shumë.